Gjelle Gjelaluhu, Zotit ton, furnizuesit dhe krijuesit ton, udhëzuesit ton, salatet dhe selamet për shëndetet tona shkojnë për pejgamberin ton të dashur Muhammedin të birin Abdullahut, mbi Ali Bejtin, familjen e tij të pastërt, mbi sahabët, shokët e tij të ndershëm dhe mbi gjithë ata të cilët pasojnë sunetin e pastërt të tij deri në ditën e gjykimit. Nderuar vëllezër, Allahu Taala fen e quajti emanet dhe ja kishte paraqit këtë emanet qiejve dhe tokës. Ja kishte paraqit që të merrnin përsipër emanetin e mesazhit hynor të Allahu Taala, por kishin refuzuar dhe kishte bardh këtë emanet madhështor njeriu. Dhe emanet në plot kuptimin e fjalës do të thotë zbatimi i ligjeve të Allahu Taala dhe të pejgamberit alayhi salatu wassalam në jetën tonë individuale dhe atë shoqëror. Ne kur flasim për emanetin, njerëzit mendojnë se ka të bëjë vetëm për një emanet që dikush ja kalon dikujt për t'i ruajt, apo ja ka thonë një fjalë, një sekret, apo ja ka dhënë një pare për me ruajt dhe e kalon emanet tek ai, ajo është dasht me kryt këtë emanet. Që pa kur far dyshimi edhe kjo hyn në soazat e emaneteve. Mirë po, tër jeta jonë është emanet. Tër zhvillimi ynë, familja jonë, shoqënia jonë është emanet në supet tonë. Emanet e kemi për Allahut fen. Emanet e kemi Kur'anin. Emanet e kemi sunnetin e pastërt Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Emanet e kemi namazin, zekatin, agjerimin, haxhin. Emanet i kemi evladët, fëmijët tonë. Emanete kemi në çdo çaste të jetës sonë. Sikur që do të mundohemi disa prej këtyne me i potencu sot. Se sa është e rëndësishme rutja e emanetit që e ke në ty. Allahu Taala të ka dhënë sy, e ki emanet për Allahu Taala këtë sy, mos me fliq me sendet e cilat Allah nuk është i kënaqur me shiqun punë të haramit. Allah i ta ka dhënë veshin të dëgjuarit pa kur far kompenzimi, por e ke emanet me ruajt për gjanave që Zoti yt i ka ndalu. Ta ka dhënë synin, ka thonë mos shiqo femra të huaja, dhe anas jeltas meshkuj të huaj. Ta ka dhënë veshin, ka thonë mos dëgjo gjana të këqija, mos dëgjo muzikë, mos dëgjo përgojim, mos lejo me dëgju fjalë të fliqta, sharje dhe fyrje të identitetit tënd fetar. Dhe këtë ki emanet për Zotit tënd, për Allahut Azza wa Jall. Allahut i ka dhënë kombët emanet, e shiqon një të thymet kamës, s'po mund me i kryas obligimet e tua të përditshme. Nevojat kryesore të jetës tënde nuk mund është të i kryen. Nëse Allah ta ka dhënë kamën emanet, dhe shiqoti këtë emanet si e të e përdor. Mo që një protez me vu, me 1000 euro të kushton. Edhe nuk ta kryen funksionin e kamës që ta ka dhënë Allahu Taala. Dhe nëse ti e ke që përdor këtë emanet dhe shkon në vend ku s'duhet me shku, ta di se do t'jepe llogari. Dhe ditë gjykimit, edhe syni, edhe vesht, edhe durt, edhe kamët, të gjitha kanë me folë të Allahu Taala. Kur xhenemlit do të mundohen me arsyetu veprimet e tyne, mosbindjen e tyne ndaj Allahu Taala, dhe do të mundohen me rrejt, Allahu ka me mbyll gojën xhenemlive dhe kam ju thonë, rrudhne, mbyllni gojrat tuaja dhe le të flasin gjymtyr tuaja. Ka me të shpjenu koma jote vlla, ka me të shpjenu dora jote, syni yt, veshi yt. Këtë ka me të regu se që kanë bëhë këta gishtrin.
Këto dur që kanë ba, ku kanë vjedh, ku kanë mashtru, ku kanë tradhtu emanetin. Ka me folë synin që ka shiqu. Kur ti e vetën në dhomë tënde, në internet, po më ndonë se s'ki vëzhguse, pse s'ka njerëz me të pa, i ki me laqet Allah që janë me ty, e ki shiqimin Allah që të vëzhgon është vigilent el qayyum, dhe të shiqen vazhdimisht. Dhe ti mos e harro se i ki dy përcjellës, dy me laqet që janë me ty, dhe çdo veprim tonin do ta shohin, që është më e keqja, tokën e ki shpion. Yawma idhin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha. Se thot Allahu Teala, atë ditë toka ka me i tregu haberet se Zoti e ka urdhëruar që të tregoje. Që kjo tokë ku jeni sot ndarun vllazën, ka me dëshmu për ju se keni ardhur ditën e xumë për me e fal namazin, për me e kry një obligim karshi Zotit tuaj, dhe ka me dëshmu për ju ditë gjykimit, dhe kjo dëshmi ka me qenë shumë e madhe. Është një hadith madhështor, të cilin na e transmeton Imam Ahmedin Musnedin e tij dhe ashabus Sunan, Tirmidhiu, Abu Davudi, Nesaiu dhe Ibn Majah. E Ibn Khuzaime i tha hadith sahih. Hadith madhështor që tha Resulullah sallallahu alaihi wasallam kur jam duke fol për vlerën e xumas, që ke marrë sot në këtë vend bekum dhe ditë bekume për të kryer këtë obligim të bekum. Dhe tha pejgamberi alayhi salatu wasalam këtë hadith, që ndosha është hadithi më i madh për të treguar vlerën e ditës së xumas, tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, kush vjen ditën e xumas, i lab, ka marr tush, dhe këtë ka bë, nëse ka pas nevojë me marr gusl, ka marr gusl, ghassala wa ightasal, ka marr abdes, është la, ose ka marr gusl nëse ka pas nevojë për me marr gusl për xhenobllëkut. Edhe është nisë drejtim të xhamis, me niyet për me shku në xhami, dhe ka ardhur herët para se me hyp imamin minber, dhe është fut në xhami, dhe ka shku herët për me u afru pozitës së imamit. Hadithi është kështu ne. Allahu Teala, këtu është poenta, për çdo hap që e ke bë, Allahu Teala për çdo hap ka me ta shkruan sevap të një vit agjerimit dhe një vit qiyamul lejlit, sikur me pas fal një vjet pa ndërprej namaz teravive dhe një vjet pa ndërprej me pas agjeru për hir të Allahut Teala. Për çdo hap. Sa hapa ke bë për me ardh deri këtu, Allahu po ta regjistron, i nderuar vëlla musliman, po ta regjistron nga një vit agjerimi. Dhe po ta jep një vit thosë pa ndërprej ke fal namaz të natës. Andaj namazin e kemi emanet për Allahu Teala. Jo vetëm namazin e xumas, por edhe namazet e tjera të përditshme. Allah na bëf prej namazlive, ja Rabbi. Zekatin e kemi emanet për Allahu Teala. Emanetin duhet kuptu si koncept të krijuesit tënd. Allahu të ka kriju dhe të ka dhuru gjona për gjymtyrëve që i ke. Dhe Allahu këtë emanet që ta ka dhënë të ka tregu si me përdor robi jam. O njeri, unë ty të kam kriju, dhe po të tregoj që është e dobishme dhe e dëmshme për ty, asë një ndales, pre Allahu, që na është bë neve, nuk është bë pse Zoti ka pas nevoj, po duke ma parasysh se është kriju si yni, i cili na kanë formësu në formën më të mirë, është Allahu ai i cili e din që është e dobishme dhe e dëmshme për krijesën e tij të quajtur njeri, për ne. Edhe nëse ta ka ndalu alkoolin, ta dim se këtë ka bën dobi tënde vëlla. Nëse ta ka ndalu zina, prostitucionin, këtë ka bën për shkak teje dhe shoqërisë në cilën ti jeton, për shkak shoqërisë dhe familjeve tona, për me ruajt vlerat. Nëse të ka ndalu kamatën, këtë ka bë për ne. Nëse e ka ndalu mishin e derrit, këtë ka bë për ne. Nëse ka kërku për neve agjerim, këtë ka bë për ne, për shkak dobive të saja. Nëse ka kërku për neve dhënie të zekatit, këtë ka bë për ne, për shkak solidaritetit që të ndihmohemi ndërmjet vete, të duhemi ndërmjet vete. Për arsye se ai që s'ka, fillon me i marr inati ata që kanë, nëse ata që kanë nuk ju japin këtyne që s'kan, prej zekatit dhe lëmoshave tjera, sadakave tjera.
Dhe kur jepet zekati, bashkohet shoqëria. Edhe ky që s'ka bën dua për atë që ka dhe i thot o Zot jepi bereqet këtij që më dha. A ka lezet më të mëse me jetu në një shoqëri në të cilën Allahi ka e ka nderuar me pasoni, ai e falenderon Zotin në këtë emanet dhe e çon emanetin në vend për m'ia dhënë atij që s'ka. 2.5% është emanet i Allahut. Maj 97.5 për ty, 2.5 jepja një fukaras. Emnin se ka caktu, gjendin e ka tregu. Nëse është njeri i nevojshëm, jepja. Qoja ati. 97.5 për ty, dhe opet është i pak naqëm njeriu për shkak 2.5 që duhet me dhënë vetëm një herë në vjet. Në fund të vitit e merr e bën një hesab ose në Ramazan apo kur e kia det me dhënë zekatin, e llogarit edhe thot 2.5 nuk janë të mijat. Kjo është fara, sikur bujku që e mjell edhe një herë rishtas farën e grunit për me pas bereqet korrikun e ardhshëm, kështu është parja. 2.5 është farë e mjell edhe një herë që Allah e me ta shtu edhe me pas bereqet në parën që e ke. Dhe sa prej neve për dështojmë këto emanetet të namazit, në emanetin e zekatit, në emanetin e agjerimit, Allah i për të shqen, për të furnizën, për të jep me hangër, për të jep me pi, ta ka dhënë shijen e shijimit të ushqimit, se s'ke pas mundësi ti me shiju ushqimin, po mos kishte qenë kjo dhunti Allahu Teala që ti me dalu të amblën prej të njelëntës, thartën prej të idhtës, një gjuhë e vogël, i ka kretë receptorët e nevojshëm për t'i marë dhe evidentu shejat e ushqimit. Dhe e dim, a është i mirë apo nuk është i mirë, a është tazë apo është bajat, a është i ambël apo nuk është i ambël, a është i shishëm apo është i hidhur. Të gjitha këto janë nimetet Allahu Teala. Dhe 11 muaj të vitit Allah i ta ka bo halal ushqimin, 1 muaj. Të ka thonë absteno gjatë ditës, kur të lind dilli, pre agut hershëm mëngjesit, deri në perëndim dillit, mos harro bëjim. Pusho motorin, qonë servis lukthin, dhe 1 muaj dit pushoje. Se unë e kom kriju këtë lukt. Unë e di se ti sa duron, pushoje. Nëse ti abstenon për hir timin, me lën ushqim, me lën pije, Allahu Teala ty të garanton, thot, kom me të thirë në xhennet, kom dediku 1 derë për ty që ke abstenu për hir timin. Emanet është edhe agjerimi. Prandaj kujtohu kur vjen muaji Ramazanit, a ke abstenu për hir të Allahu Teala. Se edhe ky emanet është bë për hir tonin. Është bë që ne me e pushu trupin ton, ne me ndi atë çfarë ndin fukarat ton. Dhe të regojmë lojalitet ndaj Zotit. Është ushqimi yt, ja Rab, jam robi yt, ke kërku prej me në qëtë periudhë kohore të abstenoj dhe kompenzimin me shumë herë më tepër, po ma jep në ditë gjykimit, sami'na wa ata'na, ne dëgjum dhe ju nënshtrum rrugës tënde dhe urdhët tënde, ja Rab. E kryen emanetin e Allahut azza wa jall. Prind tanë janë emanet në supet tona, kur të arrin pleqërin, kur të kanë nevoj për ndihmën tonë, ta dinë se ti e ki emanet, jo nusja jote me rujt nanën dhe babën tëndë, të cilët u kujdesen për ty kur ti kishe nevoj, të cilët pastrun ty dhe mos kishte qenë ai kujdes dhe pastrimi nanave dhe baballarve tonë, sigurisht se neve s'kishim me qenë këtu ku jemi sot. Andaj e ke emanet të Allahu Teala kujdesin ndaj këtyne prindve dhe shiqo shembullin atyne 3 vetëve, të cilët Allahu Teala i sprovoi duke i mbyll me një shtëpi, një hadith i njohur që ju ka rasti me dëgju dhe më herët, i mbylli me një shpellë në një natë që kishte stuhi të madhe, ra një gur i madh dhe u mbylli dalin pra asaj shpellës, të cilët ishin strehu këta prej furtunës, dhe atë ditë filloi secili për këtyne 3 me tregu se çfarë të mirë kishte bë për hir të Allahut Teala, Allahu pastaj për hatër asaj mirësie me u çel rrugdalë dhe me i shpëtu për atij momentit i cili ishte fatal për ta. Dhe një prej këtyne 3 tregon, thotë o Zot, isha vënë një ditë për mua sjell
qumshtin prej baktive të mia, prindërve të mi. Dhe kur erdha printe lodhën, pleq kishin ra ma heret dhe kishin flejt. Ndësa unë u vënova dhe smujta me usjel me kohë që ishin mësua ta me përdor ushqimin, pijen që u abija une qumshtin, thot edhe një dit, kur erdha, i gjeta thot printe mi që i kishte zonë gjumi. Dhe sa fëmijët i kishtet unet, fëmijët e ti kërkonin ushqim, se s'kishin ushqim, vetëm që atë tamël e kishin ushqim të vetë. Jo si kur shpia tona që elhamdulillah, kanë gjdo të mirë dhe përsëri nuk themi elhamdulillahi rabbil alamin, falenderimi i takon Allahu Zotit të botrave. Spaku bukën e kemi. Në shpit Muhammedit a.s. 2 muaj ditë ka ndodhur që të mos ketë kur far ushqimi, përveç ujit dhe hurmës, sikur që të regon Aisha radiallahu anha. Dhe shpia tonë, elhamdulillah, spaku bukën e kanë. Dhe qëfar thot? Ka qëndëru të natën, me gotë, të i prit print muqu prej gjumit, e mja u dhonë këtë ushqim. Atyne e nuk u a ka dhonë fëmijëve të vetë të cilët, qanin dhe pritnin të und ushqim prej babas tyne dhe ishte drejt e tyne, por ky si e vlat e ndinte vetin që ka bërq dhe ka emanet në supet e tia mbi këqyrin e prindërve të vetë të lodhën dhe mendonte se ata kanë nevojë më tepër deri sa u zgjun mëngjes prind e tij ky pa gjum dhe me sabër të i dëru qarat e fëmijëve të vetë i lat und e priti muqu nana dhe baba për mja dhanë qumshtin dhe i tha, o Zot, nëse këtë e kom ba për me fitu knaqësim tënde, qilma rrugën me dalë për këti momentit të vështirë, dhe i levizi Allahu shkambin dhe ja qeli rrugën për dalë për ati momentit të vështirë. Emanetin duhet kuptu vllazni. Edhe e vladi, edhe punëdhënësi, edhe punëtori. E i dyti prej këtyne, qëfar tha? Tha, o Zot, një punëtore kom pas ka punu të une dhe pa qku pa e marrë rogën. E une rogën që kom pas mja dhona ati e kom shëndru në bakti. Dhe baktia e ti u rrit atë shumë sa që u mush një lugin. Dhe pas viteve e viteve ati i kishran men që e ka dhe një rogë që se ka marrë të filoni dhe kur i ka ardhë rruga o shku të ky edhe i ka kërku hakun e vetë. Edhe i thët, jem ardhë me kërku hakun tim, që para sa viteve më ka met një hak të këti i rogës. Apo të kujtohem ku shemun? Thët po. Thët e a bën me ma dhonë që atë rogën, thët që ku e ki? Qfar thët që kam këtu? Thët që ku e ki? Kjo lugin me këtë bakti që për i shef këto dhen e këto lop, të gjitha janë tuat. Tha tja po bën hajgare me mua. Unë e marrë me marrë rogën teme, si marrë ti me bë hajgare. Wallahi tha, kur e shku ti dhe ka met parja jote, s'kom dasht me e përdor dhe me e shtin përdorim parën tënde. Sikur që bëjnë sot punëdhënësit, subhanallah, ja u vënën punëtorëve rrogat e tyne me muj të tërë, për me i pagu kamatat e bankave, për me ble mall e gjona tjera, punëtor 3 muj, 4 muj, 5 muj, 6 muj, ndoshta edhe një vit nuk kanë çfarë me i qu fëmijëve të vet, ta janë zullumçar, ta janë pisa, ta janë haramgjit. Dhe s'kan me pas kur bereqet se s'marin duat hajrit të punëtorëve të vet. Dhe i tha, kjo lugin është e jotja, janë shumu dhe urno merre tërket baktin këtë lugin të cilën gjindet. O Zot tha, nëse këtë e kombo për me fitu knatësin tënde, qilma rrugën e rap me dalë për këtuit. Kjo është emaneti i punëdhënësit në rrogën e punëtorit të vetë. Edhe punëtori ka emanet pasunin e zotnisë së vetë, mja rujt kamionat, mja rujt vendin e punës, aletet, e mos mja prish me qëllim. Emanet e ki për Allahu Teala. Aty ku e hanë bukën ruje atë pasuni si kur shpis tënde. Dhe ai punëtor që punën që ty me të rrit pasunia e ruje atë si kur e vladin tëndë. Ndoshta edhe ma shumë se është i huj dhe i hin hak. Dhe shemulli ati djaloshit të tret, i cili në të shpel,
Përsëri s'munin me dalë për ati gurit, u qel, po jo tërsi sa me dalë. Tha o Zot, e kom pas marak shumë një femën me bo zina me ta. Dhe s'muja me arrit këtë çështje, deri sa një dit nuk e sjeli nevoja tek une me kërku para. Dhe e dhash 120 dinar ari. Me një kusht i thash nëse e shet në derin tënë tek une. Mu lut që mos ja kujzoja këtë ndim, po kur pa se nuk ka rrugdalje tjetër e pranej, dhe thot kur u bana si kur burri që bëhet me gruan e vet, mbi gruan e vet, thot atëhere veç një fjalë më tha, ittaqillah, ke frikë Allahun, o ti njeri, aspitutesh Zotit që po e prek në derin e një femnës që ka rënë zor. E jo në mënyrë të halalit, thot o Zot, nëse e kom lan atë femën që ma ka dash nefsi dhe këtë e kom bë për hir tëndin, qilë ma rrugën dhe më nxjerr për kësaj pozite. Dhe Allahu Teala që të treve u aqel rrugën. Se ishin emanetçi të ndërun vllazën. Këta ishin njerëz të cilët emanetet që i kishin marrë prej Zotit i zbatonin. Kur ju thoshte dikush ittaqillah, ke frikë Allahun, atane e dëgjonin Zotin e tyne. Dikush i u tërhiqte vërejtjen me Zotin e tyne. Tutju Allahut. Nëse si jetu më tut mu, tutju Allahut. Nëse sa shtut pa policia, shteti, ke frikë Allahun pasurinë e vllaut tënd. Ke frikë Allahun në mundin e punëtorit tënd. Ke frikë Allahun në gruan dhe evladin tënd. Gratë tona jenë emanet i Allahit në dorë tona. Sa mi porositi Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Hajën lam të mirë sahabët e tij dhe u tha, gratë e juja jenë robreshat Allahut dhe emanet i Allahut në dorë të juja. Sa prej neve e kem qu në vend emanetin e Allahut Teala me i rujt në derin e grave tona. Sa prej neve kur ka ardhë gruaja e zbulume, ma vretet e qelme, sa prej neve e kem marrë këtë gru dhe ja kem mësu dinin, edhe nëse ka dështu baba dhe nana e saj, dhe ja kem mësu dinin, ja kem mësu abdestin, ja kem mësu guslin. Shumë prej qikave dhe djemve tonë nuk din që është gusli, nuk din që është mu pastru për gjunublëkut, nuk din se nëse ka ejakulu, a i duhet pastru me ujë tërsisht, muhin tush edhe mula, se prindi se ka mësu. Nëse të ka arë një qike këtil, pësoja dinin, pësoja guslin, pësoja abdestin, pësoja namazin, pësoja dinin, dhe mëse le mu djek me zbulimin avreteve të saj. Se e ki emanet të Allahut, mere dhe mbuloje o musliman, mbuloje robreshën Allahut Teala që Zotit të kalon emanet, dhe të ka urnu në ajet të Kur'anit, ja ju helledhina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nasu wal hijara, o ju që keni besuar unë vetën tuaj dhe familjet e juja për zjarr me xhenemit, lën djegëse të së cilës janë gurzit dhe njerëzit. Ruje vetën, ruje gruan tënde, ruje evladin tënd për zjarr me xhenemit, se evladin e ki emanet për Allahu Teala. Atë fëmijë të pastër që po të vijnë në shtëpi tënde, që Allah i ta ka thënë emanet, e sa të tjerë nuk e kanë këtë emanet, veç shiqonin rreth sot kohëve të fundit, se sa është shtu steriliteti tek femrat. Edhe shkojnë me ushëru, me para të majme. Allah i ta ka dhënë, të mençëm, të qëndosh, dhe çka po sheh te prindi, po e zbaton jetë, po mëson gjuhën tënde. O ardhë me kaset të pastër, harddiskin e ka të jetë të pastër, dhe me kret fjalt, veprat, sjelljet e tua e edukot. Nëse sheh islam të këti, ka me qenë musliman. E mësën gjuhën tënde, e mësën sjelljet e tua, që me cigare, bat me cigare. Nese mësë rriket e vlad, se tia e pisi që e ke mësu me pi cigare. Nëse mësë që dorë në e vladit tëndë. Nëse e shehnanën me shamin qika, edhe ajo ka me dash shamin. Nëse që tu falë namaz,
ka me t'imitu, si kur që i shojmë në fëmin tonë që na imitojnë, vjen 2-3 vjeç dhe vjen në sejdë dhe do me bo namazin, si kur ti, ama të qemë alkohol në shpi, edhe ka me dasht me përdor alkoholin. Më dhe ta din, se ky fëmi është emanet i Allah në dur tënde, dhe kime dhënë përgjegjësi për këtë emanet, çka ke bo me djalin dhe çikën tënde, nderuar vëlla musliman. Çka ke bo? Dhe Allah i ka me të pyet, pse si jam mësove në moshë 7 vjeçare namazin? Pse kur i pat 7 vjet nuk fillova me ja kallëzu? Arsimi të ne është moshën 6 vjeçare, ndërsa në perëndim po e shoh propozimet e reja, fillimi i arsimimit obligativ ka zbrit për moshës 4 vjeçare. Ndërsa Turqi po bëhet prej moshës 5 vjeçare. Te ne o bëhet prej 6. Dhe sa dini ty të ka thonë prej 7 vjetëve mësoje. Dhe jam i bindur që psikologjia e dinit për fëmin është shumë më e mirë se e perëndimit e turqve apo të tjerë. Që 7 vjet ky fillon me i dallu të mirën dhe të keqen. Prej 7 vjetëve po të thot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam soja namaz. Ama unë nuk po di mirë, unë nuk po kam kohë, çobrat e hoxha i mahallës. Kërko prej ti që të mësohet fëmiu me fal namaz. Me e pështu e vladin tënë, e pështën Allah. Edhe e pështën edhe vetën për përgjithësisë para Allahu Teala, e pështën e vladin, se e kryena një obligim ka shit Zotit, po dhe ti përfiton, për arsye se ai namazet e veta ka me thënë Rabbana gfirli wali walidej, Zot falë mu, fali prindët e mi, ka me bë dua për ty që Allahu Teala me trujt për të këqija. Gjuhën e ki emanet për Allahut Taala. Edhe ki kujdes se çka po flet gjuha jote. Apo flet fjalë që e kënaqin Zotin tënd, apo po flet fjalë që hidhrojnë Allahun Taala. Edhe gjuha ka me dhënë përgjegjësi. Dhe ka treguar Muhamedi alayhis salam se për çdo mëngjes gjymtyrët e trupit ton i thënë gjuhës ittaqillah, ke frik Allahun o gjuhë. Se ti si je, jemi edhe ne. Në fërsh tamam, do t'jemi edhe ne tamam, në fërsh jo tamam, edhe ne do t'jem tamam. E dajakin që hajnë njerës, përshka guën se hajnë. Ja shanë dikuj nënë masë në ha shpina e hanë. E hajnë durët, e hajnë komët e hajnë. E rrejt dikush, e thënë dikush, përshka goja Allah kryt kap. Përshka gjuës. Për da e ki emanet Allah e gjuën. Dhe ki kujdes. Men kana yu'minu billahi falyakul khairan aw liyasmut. Tha pejgamberi sa kush beson Allahun ditë gjykimit, ose le të fletë fjalë të hajrit, ose le të shukate. Mos fal fjalë të ndyta, të fleçta, të pesafta, përgojuse, çnderuese për nderin e tjerëve. Edhe në klasë tënde, edhe në shtëpi tënde, edhe në shoqërinë tënde. Ose fal fjalë të mira vëlla, ose mos e përdor për gojimin e tjerëve se kimu ballafaqu me të ditë kiametit. Oni pse nuk është në dhamë. Kanë me i kallëzu me laçë dhe në ditë kiametit ka me lyp hakun e tij. Ka me thonë o Zot që kym ka përgoju mund filan mexhlisin. Edhe pse s'ka qenë në atë mexhlis, kanë me i kallëzu me laçë dhe ka me lyp hakun e tij. Andaj dili Zot emanetit të gjuhës. Shkollën, dijen e ki emanet. Provimin e ki emanet. Dhe tutju Allahut ke frikë Allahin për këtë emanetin nderuar vëlla musliman. Për të rrit kjo fjalë shkon më tepër. Keni frikë Allahun kur të futeni në provim. Mos gaboni me vjedh në provimet tuaja, mos gaboni me mashtru në provimet e juaja, se kjo është haram e ndaluar. Ballafaqo me realitetin tënd, të dijes apo mos dijes tënde. Nëse ke ditë, merre shpërblimin për dijen tënde, aq sa ke ditë. Nëse s'ke ditë, merre dënimin për mosdijen tënde, neglizhencën dhe dembelin tënde. Men ghashana falaysa minna, tha pejgamberi sa kush na mashtron neve nuk është prej neve. Nuk është zotësi, edhe aftësi, edhe zgjuarsi që ti me mashtruan provim, me kopjuan provim, apo me bluetooth femnat me vjedh për jashtë, zakonisht femnat për shkak flokëve që i kanë më të gjatë. Nuk është zgjuarsik. E ke marrë vetën qaf, mas pari, para se me i marrë të tjerë. Prandaj dijen e keni emanet, shkollën e ki emanet. Kjo vlen edhe për mësimdhënësit. Kur ta mëson dikant, mësoje jepja hakun orës tamam.
Mësojo njësin mësimore njerëzve tamam. Kjo vlen edhe për hoxhën. Kur t'ja mëson dikuj dinin, let mundohet me tregu ashtu siç Allah i tij dhe pejgamberi i tij është razi me ta. Jo më u bë qef edhe lajka njerëzve. Për arsye se njerëzit kur s'kan me qenë të kënaqur me ne. Po mundohem me arrit kënaqësinë e Allahut, e Allahi nëse është i kënaqëm, i bën që edhe njerëzit me qenë të kënaqur me ty. Po dhe anasjeltas nëse mundohesh me arrit kënaqësinë e njerëzve, thot Muhamedi alayhis salam, dhe me këtë e hidhron Allahun Taala, Allah i bën që këta njerëz mos me qenë të kënaqur me ty. Edhe hoxha kur del me ligjeru, minber qofta për nderse, ligjerata për ndeja, le të ketë frikë Allah, gjatë dhënies përgjigjeve apo gjatë ligjerimit, a ka për synim edukimin e kësaj mase këtij popullit na që Allah i është razi, apo ka qef me i bë qef këtyre njerëzve dhe me fitu pozitë tek ata. Nëse e bën për Allah, ke kry obligimin tënd të kërshi Allahu Taala, e tjerët le të thënë çfarë të thënë, ti nuk je përgjegjësi për atë punë, çfarë tjerët mendojnë për ty. Por ti mundohu me arrit kënaqësinë e Allahut Taala. Orari i punës, orari i shkollës është emanet. Mos i ik orarit të punës dhe obligimeve që i ke marrë në punë. Qëndroj besnik orarit që e marrë vesh dhe për cilën paguhesh për atë orar të punës. Edhe zotnia që të ka marrë ty në punë, punëdhënësi, du të mi qëndru besnik marrveshjes që ka bo me ty. Ki me punu prej 8 deri në 4 ka thonë, qatë orar ka me respektu. E jo si ku punëtorët, subhanallah, dëgjaj, ta më thët hoqë, e kemi në 4 me dalë prej punës, vjen edhe thët, hajtë shkonin në montim firën katundin edhe kthejme thët nëra 9, 10, 11 të natës, dhe nuk e pagun këtë ekstra punë. Kjo zullum. Kjo zullum dhe kanë me dhonë përgjithësi të Allahu Teala. Ose tjetri, i ik para orarit të punës, gjen arsyetimet, kështu e ashtu, vetëm e vetëm për mos me e kry punën si duhet para punëdhënës. Vota, po ashtu është emanet. Dhe emanetin do të me qunë në vend, me i zgjedhë në krye njerëzit të cilët kanë frikë Allah. Mos gaboni me zgjedhë njerëz. Mi u dheq juve njerëz që s'falin namaz, njerëz që si kini të pranishëm xhamiet e juja, bile s'paku ditën e gjuma. Mos zgjidhni njerëz të cilët përdorin alkohol, të cilët kanë marrë kreditë të bankave, edhe nëse ju thot jem musliman, edhe nëse ju thot kom ju mbrojt shamin, nëse e vren që ka prej kredit të bankës, kjo pisi pisave largo këtë pis, se kjo rren, mashtron dhe tradhton. Mos u mashtroni me t'til. Atë vote ki emanet, nëse emaneti se qënë vend, e të gjenë që qështu qështë ka gjenë. Për çdo ditë afera të reja, hajni të reja, për çdo ditë keqpërdorime të reja, ai dëgjut në për lajme, hyn seancat kuvendit, mos të ftohet zotnia 4 orë dhe rridh dhest kerri për jashta, për mos me na ftov deputetët tona të në mrenda. Sa alamet sendi janë ka i bëjnë Kosovës, të eshtinë për fusnota, në për gropa, të poshtë në që. Këtë e keqpërdorime. E po s'ka ankes, e kena lyp, e kena gjet. E kena zgjedh, atëherë dora. Dhe kjo vlen për gjithë vllazën tonë, edhe në Kosovë, edhe në Maqedoni. E shihni se çka janë të bë qafirat Maqedoni ndaj muslimanëve, ndaj shqiptarëve. E përdorin dhunën dhe përfaqësues të shqiptarëve nuk po dëgjojmë që e ngrisin zonin, apo thënë stop se s'ka më qeverisë në kësi mjedise ku na cenohet jeta, nderi, malli dhe gjaku ynë. Me dalë me të rrejt dikush fëmijët për badjava. Emanet është ndurt tua se kanë po e zgjedh për lider tëndin. E ky emanet nuk kuptohet kush është më i hesham, kush e ka kravatën më të mirë, e setra pantullat më të mirë. Po e këqyr kush është njeri që i tutët Zotit më shumë, zgjidhe me të prinj se qaj nuk të rathën kollaj. Sa e ka tut Allah, dhe e din që kom emanet ndaj këtyne të cilit i kom poshtë meje.
Andaj nëse të ka zgjedh dikush mu kujdes për punët e muslimanëve, ço deri në fund. Që Hazreti Omer radiallahu anhu ishte kryetar i muslimanëve, halife, dhe shtratin e vdekjes para se me vdek, kur deshti me i propozu emrat e cilët ja mor mendja se ata mund të jenë të denjë për me udhëhet shtetin islam që ishte zgjenu te mase, kufit ishin shumë të mëdhej, tha djalin tem Abdullah, mos gaboni me bon halife. Pse? Tha filani është më i zoti për këtë punë, filani djalin jo. Sot a është të ndodh një gjë e tillë asnjë. Sot kush ka mundësi për punësim, keret i punëson të vetët. Djemë të vlajt, e vlaznit, e djemë të agjes, e tezës, e të halës, sikur që i kanë shku në për Itali, Gjermani, Zvicë, që i kanë marë dë vetët, normal. Ta është edhe kur në pozit, ku ka mundësi me pranu dikënd, e pranon pa konkurs, pa aftësi profesionale, po për shkak përkatësis familjare që ka, apo njëftësis që ka, apo rishvetit, për shkak që emocionale të pareve, atëherë e bën pranimin e njerëzve jo adekvat. Dhe ka thënë Muhamedi kjo për shëvet kiametit, kur ta merre përgjegjësinë dikush i cili nuk është i denjë për atë përgjegjësi prit në kiametin. Haj me det haj, kur ka me fol mjeku, ka me të fol për ekonominë. Para më një herë. Kur ka me të fol dikush që ka drejtim bujqësinë, ka me të kallëzu për mjekësi. Ky që do të me të kallëzu për dhënt, për lop, ky fol, kujton se edhe njerëz janë lop, fol për mjekësi, për çështjet e mjekësisë. Dhe sot ne jemi për vendeve të rralla që bëjmë punësime jo profesionale. Për shembull, perëndim, më kon zidar, muratori thjesht duhet kurs me kry, apo din me qit mallterin as po din, apo din me i qit bllokat as po din. E shoh djalin për shembull, thot printi kam 80 kilometra larg prej këtu, sa veti ki 19 vjet. Pse s'po jeton ti me ta? Thot se e kam punën këtu, po pse atje s'po jam punë? Thot se kam shkollimin adekuat, shkollimin e kam kry, si rast konkret ju tregoj, për xhama. Jam xhamxhi. Dhe fabrika xhamave në këtë qytetin tem s'ka, kam marrë me punu. Që është profesionalizim. Këtu te ne, sa veta i ki që janë diplomum për një punë që i kryin punë dhe kanë dyqane. Për shembull, të prishet fshisa elektrike, shkon te njëri me të ndresh fshisën elektrike, ka qenë servis, Bosch, Tosh, Mosh, ku me di që ka vun jamen, thuj së servisi Gjermanis ky, ku kem su ti këtë zanatin, valojem kon mera krije, sy qele, prish njonit, drejt njonit, janë bom jeshtë. Serviset të ne janë zift, pa shkollim adekvat. Garajat e kerrave, ta bën ty i Fordit, i Opelit, i Mercedesit, as një s'ka shkollim adekvat. Ku ke kryti, kom su të ustafilani, kon ko gjam jeshtër, kon i madhe, kon. Referencat të ne, për me shku të një njeri, me kry pun është, të kush kam su, zanat të filani, s'ka shkollim të ne për këto pun. Servisim të mjetëve, servisim të televizionit, servisim të kompjuterit, formatizime, këreti ki të ne, rafsh, livadhi ki. E ma se përpret qoqni ma të mirë, vla. Së mësh me pas qoqni ma të mirë, nëse jo të udheq për njerëzve, jo adekvat në profesionin e tyne. Sot që e krymë punën me diplom, mund më konë mjeku, mund më konë hoxha. Shumicën e rasteve i ki njerëz, pa diploma e në të punu punë qërë. Ka kry diplom, ka të ekonomis, punën kënene, këtë tjera punë punën. E më flasë më për tregti. Për shembull i kam ndo akraba në Sloveni që janë u dasht me arë me kry shkollë tregtis, këtu në Jipke, me korrespondencë provimet, se edhe piljar, edhe pëmë, së në shqit ke pa pas shkollën e tregtis. Këtu të në kreta brej bën, kreti bën, krete më i bën. Këtu kryetare të bëjnë, kryetare pa fakultet bëjnë, veç me aftën zarfi me të nxjerr ty. A e ke pa ato? Ting, bravo, keni fitu një televizor, ju keni fitu një kryetar lëk keni fitu, halat ka. Prej zarfit nxjerr, zik, edhe ti bësh kryetar. E martume,
Po thënë e martume, kur ma se thënë jo më rësishe martume, po bashkje tënë të me njonin, ju e kryetare. A ka më marronë se dikush me ta prek kryetaren, pa një qah me ta prek dikush. Dhe jemi të jetu në një ambient të këtil të ndërun vllazër, në të cilën jemi të udhëheq dhe kjo prej shajeve të kiametit, tën jetën, të sistemin, të shoqërinë e kemi lënë në dorë të njerëzve jo adekvat. Nëse ka ardhur rasti djalin e ka të papunësuar, po se ka shkollimin adekvat, ai ka më shti djalin e vet në atë vend. Djalin e vllavit vet në atë vend. Vetë ka më shti, dhon durët e vet ka më shti, të zotet ka më lënë onash, s'kan më punu atë punë. Kjo është emanet. Hazreti Omeri a bani kështu ne, sahabët a bani kështu, kur vinte rasti, jo, thëshën, jo, ky s'është për këtë punë. Shkoni dhe zgjidhni dikën tjetër. Jo djalin tem, pse ka pozitën më të mirë, rrogën më të mirë dhe më e bati dhe më e bë këtë shpërdorim. Po ashtu, rrugja e identitetit është emanet ndër vllazë. Për gërbeqit këto vlen edhe më tepër. Po edhe të nenë për Izrael, për njerëzit tonë që kanë marak mu asimilu. Si t'je bën 3-4 vjet, 50 vjet në qytet, kasabali o bo, shile bele do me folë tërqesht, na turp. Kajt e ki gjyshin për Izraelit. Baba e ti s'di valla, ky e di gjyshin, baba s'ja di gjyshin kajt e ka. Se ose e ka të gjupës, ose të pojës, ose të lumës, ose të suarekës, e ka dika që i del, që e ka shqiptar, e tërbesha qka i ka, edhe tash, ja vlla s'di, baba se di ka i ka gjyshin. Ka pik, leleke ka bru tek edhe i ka thonë fëllni qëtë gjumë. Rrugja e identitetit është shumë më rëndësi dhe emanet ndër vllazë. Kjo vlen edhe për Prizren, kjo vlen edhe për gërbeqit tonë, të cilët i kam pa për jashta dhe në për aeroporte kur po shkojmë për jashta po i vrej, për shembull ki Frankfurt, Dortmund, Zürich, atë vend apo këtë vend, aeroplanet në sallë ku po presim, dhe pe këshyri fëmijët, mashallah plot fëmijë, ma tepër ata janë të botë tash elhamdulillah se të nas atje ka pare. Tu të nas pije kërkush për fëmijë pare. Pe këshyri me fëmijë çfarë biseda po bëhet? Ich nein dus dich ruht. Gjermanisht, subhanallah. Me evladin. Vëse e ka evladin të vetin me fol në gjuhën e vet, më jam mësu identitetin, po vin fëmijët ton, familjet tona, të vllaznive ton, nuk po na e din gjuhën dërun vllaz. Dhe kjo është emanet i Allahu Teala. S'ki nevojë mu asimilu. Ruje identitetin tënë fetar dhe komtar. Ruje përkatësin tënë. Nuk ki nevojë mu tërpnu as mu lavdru me këtë që Allah të ka kriju. Padaj po thëmë të mdhej kanë qenë Osmanlit 500 vjetë me të qëndru në këtë vend dhe hala po e foli Shqipen, hala po e fol Bosnjakishtën, hala po e fol gjuhën Rome, hala po e fol një gjuhë tjetër, Gorane apo dikush tjetër. Kjo të regon se vërtet kanë qenë shumë tolerantë. Gjenerat dytë janë të nahub gjeneratën në perëndim vllaznive tonë. I këshyri librat islam nuk i lexon kush pse s'kan faj se s'pi marrin vesh këta të rinj, s'pi marr vesh gjë ky. S'u ne lexon shqip. Andaj shteti duhet me bë shumë më tepër për me ruajtur identitetin e bijve tonë të cilët janë në diasporë që i kemi për jashtë. Allah inshallah na ruan për me ruajt emanetet tona ya Rab. Allah na mundsoft inshallah që të vetëdijsohemi, të ruajm identitetin ton fetar, se këtë fe e kemi emanet, këtë ezan e kemi emanet, këtë shami e kemi emanet. Këtë ditë që e kemi sot e kemi emanet dhe nuk është e drejt e kërkuj me e shit këtë liri, këtë emanet që na ka arë në durët e tona. Të gjithë ata që dojnë me tradhtu këtë emanet, inshallah ka me i gjithë dënimi Allahit pas të edhe i popullit biidhnillahi taala. Dhe të kemi kujdes në familjarët tonë, pritë tonë, shkollat tona të kenë kujdes në rinin tonë. Dje e pash, 5 shqiptarë tonë në Itali zihen me 2000 kg drogë në skaf. 2 tonë. Këte janë bitë tonë. Të pa edukum, që le zullum që bën këtu, shkon edhe atje bën zullum, edhe bëhet tregtar i drogave. Dhe kjo për shkak të mungesës së edukimit mirëfillt fetar në shkollat tona. Për arsye se dikush parlamentin ton kishte marak me vazhdu me mësu popullin që jeni majmuna dhe silluni si majmuna. E ata në majmunavën, edhe në Evropë dhe të ne majmunavën. Se i kanë, ata që kanë votu për ta, i kanë të majmunavën, sikur ata, i kanë marak me thonë vetit, na jena me preordë majmunit.
Edhe janë kundër edukimit fetar të trive tonë. Çfarë të keqe kishte me pas po të kishin eduku njerëz në për shkollat tona se duhet të respektu Zoti, se duhet të respektu prindi, se duhet të respektu fukaraja, prijetari, se duhet të respektu ligji, se duhet mos me vjedh, mos me rrejt, mos me mashtru. Ha, çfarë të keqe të ka sjell ty feja? Kur ke pas fes, ke pas drog, kur ke pas fes, ke pas abort, kur ke pas fes, ke pas homoseksual, kur ke pas fes, ke pas hajni, s'ke pas korupcion, kur ke pas fen, ka pas respekt e vladin ndaj prindit, mshir prindin ndaj e vladit, ka pas drejtsin këtë shoqëri, se ka pas fe, ka pas marrë, ka pas turp. Në vend qenve kanë hec me fmi. E kur u hup feja, humbi gjdo vlerë dhe gjdo nderë. Allah i përmirësoft inshallah. Allah i na bëft ma të mirë, Allah i na mundsoft kthimin drejt dinit tonë, Allah i përmirësoft 33 tonë, ja Rabbi. Allah i përmirësoft rinin tonë. Allah i përmirësoft prijetar do gjallar tonë. Allahu Teala na përmirësoft edhe neve të cilët flasim për këtij vendit, Allah na bëft që të mos kemi qëllim tjetër përveç kënaqësinë e Allahu Teala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah.